Pra humbja me rënd nuk është humbja e komoditetit. Humbja me rënd është humbja e afërsisë me Allahun subhanahu wa taala. Dhe Ibnul Qayyim në këtë drejtim thotë, nga ndëshkimet e mëkatit është se ai lin një ndarje mes robit dhe Zotit të tij. Për ndëshkimeve më të mëdha të mëkatit është se ai krijon më një ndarje mes robit dhe Zotit të tij. Dhe nëse njeriu do ta kuptonte madhësinë e kësaj ndarje, ajo do t'i mjaftonte si dënim. Pra, po ta kuptonte muslimani dhe muslimania madhësinë e kësaj ndarje që ndodh mes nesh dhe mes Allahut në momentin që ne mëkatojmë, ai kishte me kuptu si të mjaftueshme për dënim. S'kishte me pas për të dënim më të madh se sa me çar raportin me Allah. A ka dënim më të madh se sa ky? Vallahi edhe për xhenem lit, nuk ka me kanë ndëshkimi me xhenem. Ma i rëndë se sa humbja afërsisë tyne me Allahun subhanahu wa taala. Sikurse nuk është kënaqësia e hyrjes në xhenet më e madhe se sa takimi me Allahun subhanahu wa taala. Kështu është besimtari i devotshëm.